Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj që dita t'ju shkojë plot mbarësi. Dashuria për shkencën dhe respekti i thellë për pacientët janë dy shtinat kryesore mbi të cilat ecën rruga plot pasion e një prej zërave më të përkushtuar të dermatologjisë moderne në Kosovë, asistent doktor Sidita Vitoja Sopjani. Ajo është një vajzë Shkodra dhe qyteti patjetër duhet të ruaj krenarinë e një zëri të veçantë të mjekësisë, e cila prej kohësh jetën e saj profesionale dhe familjare e ka ndërtuar larg prej këtu, po gjithmonë natyrisht e ndjen nga afër. Ajo është një ndër zërat më të përkushtuar të mjekësisë në Kosovë. Së fundmi, ajo është pjesëmarrëse në takimin e përfaqësuesve të vendeve si pjesë e Euromelanomës International në Bruxelles, duke u bërë kështu një figurë interesante në lançimin e vlerave të saj në fushën e shkencës. Është shumë kënaqësi që në këto momente studio të më lidh me doktoresh Siditën, e cila është në Prishtinë dhe po pret lidhjen tonë në këtë mëngjes. Mirëmëngjes doktoresh Sidita. Kënaqësi që u kam në studio. Madje është një privilegj për mua. Mirëmëngjesi e dashur Merita. Mirëmëngjesi e dashur Shkodër. Sa bukur. Prej kohësh nuk kemi takuar që atëherë kur t'ishe një nxënëse e shkëlqyer për gjatë gjithë shkollimit, por në shkollën në Kolegjin Hasan Reza Pasha të atëhershëm, ku natyrisht shkëlqeje. Unë kam menduar se ti do ishe një zë i bukur i letërsisë sonë, pasi ke shkruar 3 libra dhe ata janë shumë interesant, të bëjnë një figurë mjaft interesante në letërsi, por pas ka qenë ndryshe. Madje para se të vija në studio, nga biblioteka ime, mora këtë libër, S'ka kafaze për Sfinksat, që është libri i tretë i yti, dhe që ti ke shkruar në hyrje pikërisht këto fjalë. Çdo njeri është maestro i simfonisë personale, që luhet në skenën e kufirit mes jetës dhe vdekjes. Vetëm një notë e gabuar ndryshon krejt rrjedhën e melodisë, na takon ne, dhe vetëm ne duhet të zgjedhim, pa pasur të drejtë ankese, libretin e historisë sonë. Le të luajmë së bashku notat. Kjo është një ftesë për ballafaqim. Ndoshta kjo pas ka qenë edhe një shenjë e asaj që ti pas ke zgjedhur në atë ecuri që ti e quan sinfonia e melodisë tënde, apo jo? Po, faleminderit, më bëne nostalgjike. Në fakt, ne jemi takuar për herë të parë në emisionin tuaj para 25 vitesh, kur unë promovova librin tim të parë, si një fëmijë me shumë ëndra, dhe libri Trokitje në zemër. Po, në radio kam qenë e ftuar ajo të shumë. Faleminderit sot pas 25 vitesh si mjekë. Po kënaqësi e madhe, kënaqësi vërtet. Një kënaqësi edhe për mua. Megjithatë letërsia mendoj që është vetëm një çelës që mund na hapi shumë dyer. E vërtet. Arti i komunikimit. Po, sot takohemi në një tjetër kënd të një studio këtu në ndërtesën e veçantë të Radio Shkodrës, për të shpalosur një ecuri tënden e cila deri tani është mjaft e suksesshme. Le t'i drejtohemi vetëm momentit të fundit. Je përfaqësuesja zëri i Kosovës në takimin e Euromelanomës International në Bruxelles mes përfaqësuesve të shteteve pjesëmarrëse. Çfarë është për ty ky fakt?
Unë tashmë jam sa shkodrane, aq edhe pak kosovare. Po patjetër. Besoj çdo vit e më shumë. Po. E vërtet. Prandaj me shumë dashuri dhe me shumë përgjegjësi e përfaqësoj Kosovën në Euromelanoma. Takimi i fundit ishte njëkohësisht për të festuar një çerek shekulli, 25 vite Euromelanoma. Ndërkohë që Kosova është në familjen e Euromelanomës vetëm që prej 4 vitesh. Në fakt ka qenë një iniciativë imja personale, t'i shkruaja presidentes së Euromelanomës që të na lejonte që edhe ne të ishim pjesë e saj, sepse kudo që publikoheshin të dhëna, Kosova, po edhe Shqipëria paraqitej me ngjyrë gri, që do thotë që s'kishte të dhëna, s'kishte fushata dhe kjo më vriste, sepse do të thotë që ne nuk kishim zërin tonë. U desh 2 vite këmbgulje me emailë pafund, derisa u pranuam si anëtare të Euromelanomës, tashmë edhe kënaqësi, privilegj, por edhe përgjegjësi njëkohësisht. Në këtë vit ne folëm për rezultatet e fushatës sensibilizuese kundër kancerit lëkurës, që realizojmë faktikisht çdo vit tashmë në muajin maj. Dhe po ashtu diskutuam për disa prioritete që do t'i bëjmë si një draft të këshillave apo kërkesave, rekomandimeve që më vonë Euromelanoma do t'ia drejtojë Parlamentit Evropian në lidhje me masa që duhet të merren për para ndalimin e kancerit lëkurës. Po ashtu folëm për fushatën e vitit të ardhshëm. Është vërtet përtej asaj kënaqësie, është një respekt i madh për rrugën tënde si Dita. Dhe pikrisht kjo kurajo e jote për të pas zërin tënd si përfaqësuese e Kosovës s'është gjë tjetër veç se ai hapi yt i përditshëm i cili ka një ritëm të veçantë. Unë vërtet të kujtoj atë nxënësen e shkëlqyer që mund të trokiste në cilën do fush ku ajo dëshironte. Dhe pas ka qenë, siç the dhe vetë, mjekësia, ajo fush që ti ece me ato hapa të dëshiruar dhe që arrite shumë të shka dhe vazhdon të ecësh. Fillimi i studimeve në mjekësi për ty ishte jashtë vendit, jashtë Shqipërisë, ishte në Turqi, në Izmir, nëse nuk gaboj? Po, në Izmir, në Universitetin Dokuzelu. Po, në degën e mjekësisë, ku patjetër more një hapësirë të madhe të vështrimit të shumë çkaje që lidhet me shëndetin dhe me studimet tuaja shkencore, apo jo? Po, në të vërtet ky rrugtim nisi me një konkurs që u realizua në Tiranë për 20 bursa gjithsej që ofroheshin për Shqipërinë nga shteti i Turqisë, ndër këto vetëm 2 ishin për mjeksi dhe një prej tyre e fitova unë. Ishte i vështirë shumë për mua, shkëputja nga familja dhe Shkodra për një kohë të gjatë do isha larg, po ashtu sfida me një kulturë të re në Turqi, me një gjuhë ndryshe. Megjithatë, edhe ambienti i fakultetit edhe shoqëria ishin shumë mikpritës, kështu që nuk e kam pasur shumë të vështirë ta filloj, pavarësisht se mjekësia është sfiduese patjetër. Po ti u mbështete natyrisht në cilësitë tuaja, në përgatitjen tënde, në themelin e asaj ecurie që ishte krijuar prej vitesh, që nga voglia jote. Dhe ato noqa që shkëlqenin këtu ishin të vërteta edhe atje, apo jo? Sigurisht, netët pa gjumë janë të panumërta. E vërtet. Mendoja që me përfundimin e specializimit netët pa gjumë do t'ishin më të pakta, po me ardhin e fëmijëve, ju si nënë e dini vetë që nuk mbarojnë po ashtu. Po, kjo është ose se saktë. Krijuat një praktikë pune në Turqi, apo jo? Patët fillesat e kontakteve të para me pacientët. Në vitin e fundit të studimeve, në vitin e 6, që quhet internship,
Ne shkojmë në të gjitha klinikat, mbajmë kujdestari, roje, punojmë me pacientët një për një. Secili pacient është një sfidë më vete, edhe sot kur vjen një pacient do thotë që hapet një kapitull i ri, që duhet u luftohet me kujdes, kështu që asnjëherë nuk heq dorë nga të lexuarit, por që në hap me kohën. Ju nisët rrugtimin tuaj në punë në Kosovë, sepse jeta familjare, jeta bashkëshortore, ju thirrri pikërisht në një vend siç është Prishtina, apo jo? Ishte diçka e bukur, por ndoshta edhe pak sfiduese. Sigurisht. Në fakt, në vitin që unë kryeva studimet në Turqi, pash që ishte një konferencë, një kongres në fakt, Alp Shkenca ende vazhdon të mbahet, që bashkon profesionistët e fushave të ndryshme shqipfolës, pra nga gjitha trevat shqipfolse, në fushat të ndryshme dhe ndër këto është edhe mjekësia. Vendosa të prezantoj atë një punim që kishim bërë bashkë me kolegën në Turqi dhe aty takoj edhe bashkëshortin tim për herë të parë. Më pas rrugtimi i zgjat edhe në Tiranë dhe unë e kisha shumë më të lehtë të zhvendosesha me punë në Prishtinë, kështu që bashkimi ju në realizua kështu më shpejt në Prishtinë. Sfiduese, por edhe kënaqësi kur sheh që edhe familja e dytë që gjeta këtu, po edhe kolegët ishin shumë mikpritës. Ju në Prishtinë gjatë kësaj kohë kryet edhe specializimin për dermatologji. Çfarë ju tërhoqi tek dermatologjia? Dermatologjia është një fushë e mjekësisë që përfshin mbi 3000 diagnoza. Kështu që është një oqean i tërë sëmundjesh dhe duhet të kesh një memorie fotografike shumë të mirë dhe njëkohësisht të njohësh mirë gjithë organizmin përveç lëkurës, sepse shumë shenja që shfaqen në lëkurë, në fakt, përmes atyre shenjave ne i ndihmojmë pacientët tanë që në fakt të diagnostikojnë problemet e organeve të tjera. Kështu që më intrigonte kjo që nuk ke të bësh vetëm me lëkurën, po në fakt me të gjithë sistemet. Kjo do të thotë që ju nuk reshtët, siç thatë edhe më herët, të studioni pafund. Çfarë arritjesh patët ju me pacientët tuaj? Menjëherë si qenë ata kontaktet e para me pacientët e dermatologjisë? Ndoshta duhet lidhe me atë që thash në fillim dhe këtu duhet kujtoj, një mësues që është një vlerë e paçmuar për Shkodrën, mësuesin Adem Bala, i cili më ka ndihmuar të mësoj artin e komunikimit, që mund ta përdorësh në shumë fusha të jetës në fakt, dhe kjo më ka ndihmuar shumë të komunikoj me pacientët. Duhet të dish si të pyesësh që të arrish te përgjigja që dëshiron të marrësh dhe në fund edhe te diagnostikimi. Më pëlqen shumë kur pacientët më kërkojnë si doktoresha Shkodrane, edhe pse s'ma kuptojnë nga njerë. Kështu që më pëlqen më shumë të identifikohem si Shkodrania. Gjë e bukur kjo. Ju pëlqen po ashtu edhe fakti që një shqiptare po punon në Kosovë. Kjo vërtet ju jep edhe përgjegjësi, apo jo? Që të përfaqësoni veten, të përfaqësoni emrin tuaj, të përfaqësoni vendin, qytetin ton, por të rreni drejt specializimeve që janë vërtet më të imta. Ju cilësoheni si një përfaqësuese e dermatologjisë moderne, që do të thotë? Dermatologjia moderne në fakt nënkupton metodat e reja të diagnostikimit. Unë kam këtu syrin tim magjik, ky është dermatoskopi që e përdor në përditshmërinë time profesionale. Jam e apasionuar pas dermatoskopisë, dermato-onkologjisë, që do thotë është fusha që merret me diagnostikimin e kancerit lëkurës, trajtimin, po aq më tepër me fushatet tashmë të përvjetshme të euromelanomës. Përpiqemi të përdorim shansin tonë më të mirë që kemi si një shtet i Ballkanit, ashtu si Kosova, si Shqipëria, që ndoshta nuk kemi mundësi për trajtime shumë të avancuara, së paku të parandalojmë dhe këtë mund ta bëjmë shumë mirë.
Po, doktoresh, mund të thoni diçka, një këshill parandaluese rreth këtij problemi, i cili për hir të së vërtetës mund të jetë që ju intereson shumë njerëzve, sepse lëkura si organi më i madh i trupit është nganjëherë tekanjoze, nganjëherë paraqitet e vështirë, nganjëherë kurohet me vite të tana. Çfarë mund të thoni për këtë? Është një pyetje shumë e përgjithshme, por ju mund ta jepni një këshill mbi kujdesin në parandalimin e shumë problemeve që lidhen me ta. Ndoshta do ta nis nga fushata e si vjetshme, ne patëm në fokus fëmijët, edhe pse kanceri i lëkurës nuk paraqitet te fëmijët, shumë rrallë paraqitet, megjithatë ajo çka ne duam të bëjmë është të mësojmë zakone të shëndetshme të fëmijët, të mbrojmë fëmijët që të kemi adult të shëndetshëm në të ardhmen. Mjafton vetëm një herë para moshës 18 vjeçare që të mësoj një djegje të shkallës së dytë të lëkurës, pra kur në lëkurë shfaqen flluska, kjo e dyfishon rrezikun tonë për kancer të lëkurës në moshën adulte. Kështu që mbrojtja duhet të fillojë shumë herët. Patjetër që dielli është miku ynë, po jo gjithmonë, nëse abuzojmë me diellin, me rrezet ultraviolet, atëherë kjo mund përfundojë në dëmtim të lëkurës dhe ky dëmtim akumulohet ndër vite dhe në fund në zakonisht mbi moshën 40-50 vjeçare fillojnë të shfaqen probleme si kanceri i lëkurës. Por problemi ynë akoma më madhor është që kanceri i lëkurës ditët e sotme po shfaqet tek të rinjt nën moshën 40 vjeçare, sidomos tek femrat, dhe një ndër shkaqet është solariumi. Ajo që u përpoqëm të bëjmë edhe në takimin në Bruksel është që ta sjellim në vëmendje të politikës, të politikbërzve, që solariumi duhet të trajtohet njëjtë sikur alkooli, sikur duanpirja tek të miturit. Kështu që përdorimi i solariumit apo ofrimi shërbimeve të tilla nën moshën 18 vjeçare duhet të jetë rreptësisht ndaluar me ligj. Kjo duhet të jetë me hije, me veshje dhe me krem kundra diellit, këto janë treshja ideale për mbrojtjen e lëkurës tonë. Këshilla shumë të vlefshme, doktoresh, sepse shpeshherë njerëzit rendin pas asaj lustre të jashtme që të jep një produkt apo një tjetër, por nuk mendojnë dhe nuk këshillohen asnjëherë me mjekun specialist për efektet që ai mund të ketë në organizëm, gjë që për çdo njeri është shumë e nevojshme ta bëj këtë apo jo. Doktoresh, ju jeni gjithmonë në rritjen tuaj profesionale, keni gradën asistent doktor dhe jeni në faza të tjera të kualifikimeve të mëvonshme, përndryshe nuk keni shkruar mjaft artikuj shkencor në revista shkencore, përndryshe nuk merrni pjesë në takime ndërkombëtare që lidhen me dermatologjinë, por jo vetëm. Çfarë hapësire ju jep pikërisht puna juaj shkencore e vazhdueshme? Jo, na ndihmojnë që të bashkojmë, të ndërthurim, gërshetojmë pjesën praktike me anë akademike, me studime shkencore, që do të thotë këto studime duhet jenë të prekshme, duhet jenë të realizueshme, të zbatueshme edhe në përditshmërinë tonë. Nuk mjafton thjesht të hulumtojmë literaturën, por ta zbatojmë këtë në përditshmërinë tonë. Këtë përpiqem që mësoj edhe studentëve të mi, në fakt grada asistent në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Mjekësisë, është hapi i parë në shkallët akademike. Unë jam pjesë e katedrës së dermatovenerologjisë dhe punoj çdo ditë me studentë të Fakultetit të Mjekësisë dhe Stomatologjisë. Pra, ju jeni edhe mjeke, edhe doktoresh, jeni edhe profesoresh në universitet. Besoj se kjo marrëdhënie është një marrëdhënie që ka një komunikim të vazhdueshëm me problematika të ndryshme, por edhe me sfida të ndryshme, apo jo? Patjetër, por është një kënaqësi të punosh me studentë të cilët do të jenë elita e së ardhmes,
Me të vërtetë, studentët e Fakultetit Mjekësisë dhe Stomatologjisë janë studentët ndoshta më të përgatiturit, janë të hapur dhe të përgatitur edhe për debat shkencor, kështu që është një kënaqësi e përditshme që më bën të rri edhe mbi gjëmba, sepse duhet të jem gjithmonë e përgatitur për pyetjet edhe në lidhje me risi. Por kjo më pëlqen se më bën të lexoj dhe të jem e updateuar. Përpiqem që t'ju tregoj rastet më interesante, t'i përgatis për atë që i pret kur ato t'jenë mjek të përgjithshëm apo stomatolog, dhe po ashtu përpiqem që t'i ftoj, t'i bëj kolegë të mi të arshëm, se jo t'a duan edhe dermatologjinë. Tek ju dëgjoj kur flisni e ndjej se ju keni një pasion të veçantë për punën tuaj, edhe një dashuri dhe respekt ndaj kuadrove të reja që përgatisni në sistemin e shëndetësisë. Kjo ju bën ndoshta edhe mjaft të pranishme ose të pranuar tek studentët, sepse një komunikim i mirë gjithmonë ndjen diçka të afërt, qoftë edhe me profesoreshën, e cila natyrisht është ajo mësimdhënësja e këtyre kuadrove të reja të mjekësisë. Ndërkohë, do të thosha, ky pasion lidhet edhe me vendin ku ti jeton. Nuk e di nëse është fatlume Prishtina që ka një mjeke, një figurë të tillë të shëndetësisë dhe dermatologjisë, apo je dhe ti që ke Prishtinën, atë vendin tashmë, vendin e dytë tëndin, që të dhuron kaq shumë kënaqësi. Shpresoj të jetë të dyja. Për ndryshe nuk ka një marrëdhënie të bukur. Por me njerëz të ngrohtë, them unë. Po ti nuk e harron asnjëherë Shkodrën, sepse këtu ke Shkodra dhe nanën. Kresa nuk ekzistojnë së bashku. Këtu ke nanën, ke motrat, ke kujtimin e babës së paharrush, ke kujtimet e hershme të cilat të fëmirisë, të cilat nuk harrohen asnjëherë, apo jo? Po. Sa kohë që unë jam gjallë, Shkodra frymon me mua. Prandaj thash më pëlqen aq shumë kur më njohin si doktoresha shkodrane. Kështu që e kam sjell Shkodrën me vete. Dhe ndoshta ne, përveç se një doktoresh që ka cilësitë më të bukura, më të mira të një vajze Shkodre, edhe nga paraqitja, besoj se e përfaqëson më së miri fizionomin e një shkodrane fisnike, apo jo? Ndoshta këtë mund të thonë studentët tuaj apo pacientët. Megjithatë, keni kontakte me mjekët e këtushëm në bashkëpunime të ndryshme, qoftë edhe në takime shkencore jashtë vendit? Unë Shkodrën e kam lënë që në moshën 18 vjeçare, studimet i kam kryer në Turqi. Kjo është arsyeja pse me kolegët e mi njihem rishta, që do thot pas kthimit nga Turqia, në konferenca dhe kongreset përbashkëta që realizojmë, madje së bashku ishim me profesoreshën Entela Shkodrani në takimin e Brukselit, ajo është përfaqësuese e Shqipërisë në Euromelanoma. Kështu që përpiqemi të bashkëpunojmë vazhdimisht, na ftojnë, i ftojmë në konferenca të ndryshme. Është gjë e bukur, por ndoshta hapësira që ju keni në punë nuk mbaron me orarin e punës. Një mjek asnjëherë nuk e mbaron punën me një orar të caktuar. Për më tepër, ju jeni 2 mjek në shtëpi, sepse dhe bashorti juaj është doktor i shkencave në geriatri, Po, në fakt, dhe dekan fatmirësisht Idrizi është në pjesën akademike. Është dekan i fakultetit të mjekësisë në një nga të shkencave mjekësore në një nga universitetet private të Prishtinës. Sa i jep mundësi kjo jetë bashkëshortore nxitjes së njëri tjetrit për të vazhduar në rrugtimin tuaj profesional ende me më shumë frymëzim? Në të vërtetë shkallët ndoshta më të rëndësishme të karrierës ne i kemi ngjitur së bashku. Mbasi jemi martuar, unë kam kryer Ka qenë një bekim. Ka qenë një bekim ndoshta. Besoj që po.
Tashmë unë jam kandidate për doktoratur. Idrizi është mbështetja ime më e madhe, madje nxitsi edhe në momentet kur si nën pas lindjeve kam qenë e lodhur, ndoshta e demoralizuar nga netët pa gjuhë, asnjëherë s'm ka lënë rehat. Kështu që e falenderoj që vazhdimisht është mbështetja ime pa kushte dhe unë për atë sigurisht. Ju keni dy vajza të vogla, të cilët ndroni si çdo prind t'i bëni njerëz me vlera në radhë të parë, por ndoshta edhe ti përcjellni ndjesitë e profesionit tuaj që është një profesion human. Shpresoj që ato të zgjedhin profesionin që ato i plotëson edhe ju pëlqen. Sigurisht ne përpiqemi të japim shembullin ton. Fatmirësisht për shembull Julias, vajzës së madhe, i pëlqen shumë dermatoskopia. Ashtu, ëh? Përpiqem ta bëj për vete. E vogla është ende shumë e vogël për të vendosur apo për të ditur. Gjithsesi stacionet tuaja të rritjes janë në një sprint të vazhdueshëm, të përditshëm, meqense mosha juaj është shumë aktive, marrëdhëniet tuaja me pacientët, me studentët në universitet dhe marrëdhëniet shkencore me kolegë në konferenca të ndryshme janë po ashtu. Besoj se keni patjetër pikësynime të afërta, por edhe të largëta në rrugtimin tuaj profesional. Patjetër që po, unë si që thash jam kandidate për kryerjen e doktoraturës shkencore. Jam duke kryer punimin tim. Idrizi po ashtu po ngjit shkallët akademike, ai është profesor i asociuar tashmë. Kështu që koha do na tregoj hap pas hapi sa do të mund të arrijmë, ëndrat nuk i kemi lënë në sirtar, po punojmë fort. Shpresoj me ndihmën e Zotit që të realizohen. Doktoresha, duhet ju bëj edhe një pyetje e cila lidhet me diçka që shumë kush e ndjen, pothuajse të gjithë e ndjejmë, por të gjithë e shprehen në mënyra të ndryshme. Çfarë keni në thelbin tuaj nga trashëgimnia juaj, nga familja juaj, nga prindrit tuaj, nga qyteti juaj? Çfarë karakteristike mendoni që e keni vetëm tuaja? Vetëm timen nuk mund ta them, ama besoj që e mbajnë shumë njerëz me vete, dashurinë për jetën. Këtë na mëson Shkodra. Sa bukur. Ta duam jetën. Dhe me këtë slogan shumë domethënës, që ka lidhje me çdo hap të çdo njeriu, që ka lidhje me një frymëzim të përditshëm, që ka lidhje me kontributin që secili prej nesh duhet të jap në jetë për veten dhe të tjerët. Unë dëshiroj t'ju uroj ecuri të mbar. Ndriçofshi ashtu siç ndriçoni në këtë mëngjes me një nurë të bukur fisnikrie, e cila vërtet më mbush zemrën edhe nga mirësia që reflektoni, por edhe kur shoh ecurinë tuaj, s'ka si të mos jem krenare që ju jeni një mikja ime e hershme që në kohën kur ju ishit nxënëse. Por tashmë jeni një profesoresh e arrir dhe një grua që natyrisht në hapësirën e çdo gjëje që blaton me hapat e saj përcjell për kushtim dashuri dhe respekt. Ju falenderoj shumë. Faleminderit Merita. Jam me fat që ju kam njohur. Faleminderit për ftesën dhe më mundsua të jem pak pjesë e Shkodrës. Jo, ju jeni pjesë e Shkodrës sepse jeni edhe një pjesë e krenarisë së Shkodrës. Një mjek, pavarësisht se ku ndodhet, është gjithmonë me një identitet dhe natyrisht është i nderuar kudo që je. Faleminderit shumë, doktoresh Sidita, qofshi suksesshme dhe një ditë të mbar për ju. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Të fala edhe familjes suaj të bukur. Faleminderit. Faleminderit. Mirëmëngjes Shkodër.
emision informativ, social, kulturor.